së pari flasim për dietat ekstreme, të cilat praktikisht nuk duhen bërë dhe arsyet, na i thot Brikena Gjigjo, e cila është në studio. Mirëmëngjes, Brikena. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe sot, është gjithmonë kënaqësi dhe faleminderit shumë që do ndash njohuritë tua me ne ditën e sotme, se e tha dhe Julka, me thënë të drejtën, që të gjithë vdesin për këto dietat ekstreme. Vdesim, i kemi bërë, kemi atë tentativën për t'i arritur gjërat shpejt, edhe pse i shpejt nuk do t'jetë rezultati, apo afatgjat nuk do t'jetë rezultati, apo jo. Në pikpamjen tënde, si duken këto dietat të shpejta? Është një nga shprehjet e mia që unë përdor gjithmonë përballë edhe pacientëve ose klientëve, në varësi të rastit, që rruga e shkurtë gjithmonë na ka çuar për gjatë. Na e kanë thënë gjithmonë edhe gjyshrit, e vërtet. Po pse joshin kaq shumë njerëzit nga këto dietat ekstreme, dietat jo ekstreme, e shpejta do të thuaj unë, shpejtja të rënë. Mendoj që kur ne kemi provuar her pas here dhe se kemi bërë stil jetese të mbajturit të peshës, se për të arritur një peshë nuk besoj se është aq e vështirë sa ta mbash atë. Jemi aq shumë të lodhur nervash pastaj sa ne hajde po e rregullojmë me këtë një avore, të bie një herë se pastaj do ta shikoj, do ta mbaj vet, po të bie një herë. Por motori jon është aq kilokalorazh në ditë. Do të thonë, nëse ti pretendon që në ditë do harxhosh 1 kg dhjam, është totalisht e pamundur. Kështu që do hysh tek masa që trupi i ka të domosdoshme, të nevojshme dhe ndonjëherë në ditët e para i lëshon më shpejt. Dhe kur ti hypën në peshore, të duket sikur, okay, mbarove punë, kilja e parë, kilja e dytë, etj, pa njohur parametrat që ka trupi. Sepse një person që njeh parametrat që ka trupi e kupton që nuk është ky mekanizmi ku të çon gjëkundi. Në fillim ne humbasim sheqerin, edhe sheqerin që kemi futur nëpër muskuj, dhe kilokalorazhin që ka mëlçia, se 2.2 2200 kilokalori ka mëlçia rezervë. Kështu që nëse bën 3 ditë një dietë me kastravec, je duke harxuar këtë rezervën e mëlçisë, thua po mirë. E bë kam unë këtë dietën, s'jën ka dhe aq e vështirë. E mba kam nën kontroll veten tim. Pastaj pas 3 ditësh fillon të bie fikët. Se ka mbaruar. Je i agjituar, nuk je i përshëndruar, nuk je se mba kam dot, po futem në ritmin që isha. Po ndërkohë organizmin e fut në ca mekanizma alerti, se thot ti po më sulmon mua kaq shumë. Po më lë pa asgjë që unë të funksionoj siç duhet çdo ditë, nga 5 ushtarë unë po i bëj 10 këta ushtarët e mi se ti jam gjithkohën në sulm. Dhe gjendja alerte të fut në mekanizma që ti nuk harxhon me të njëjtin ritëm se trupi është ekonomisti më i mirë që ekziston. Ashtu ë? Dhe futesh në një mekanizëm kursimi pastaj, jo harxhimi. Dhe ndonjëherë merr për ato që ke humbur se i dash kam to rezerva ato se mund të më sulmosh her pas here. Po merr edhe më shumë se thot po mirë. Kisha 5 të bëj 7 se nuk i di çfarë nesër. Nuk e di se ç'mendon kë. Ashtu jemi të llogaritur që edhe të ruajmë se e ruajtura na jep siguri. Kështu që gjëja e parë që ne futemi në ca labirinte që nuk duhet të futemi është kjo. Se po na gënjen mendja që 1 gram yndyrë me 9 kilokalori, po e harxojmë si hapem mbi syt, nuk është e mundur. Trupi ka motorët e tij të harxhimit. Ti nuk i fut dot ata në punë, bën 2 orë palestër dhe harxhon 400-500 kilokalori, në varësi dhe të aktivitetit që bën. Po aq është ritmi i harxhimit. E kuptoj. Si mund të pretendosh ti të harxhosh 1 kg dhjam ashtu? Do hysh në harxhime që kë mund të lëshojmë të parin do lëshojmë ujin, më të domosdoshmin e organizmit, antioksidantin e parë të organizmit. Pra uji është i pari që ikën. Uji është i pari që ikën. Dhe këtu tregohet sepse uji dhe sheqeri që vendoset në midis muskujve, glikogjeni midis muskujve dhe kilokalorazhi mëlçish janë të parat që ikin. Dhe ne harxojmë 2-3 kg të para sepse duke hequr këtë sheqerin trupi, bashkë me sheqerin mban dhe pak ujë. Duke hequr këtë sheqerin largojmë dhe atë ujin që është mbajtur se do balancohet. Dhe 2-3 kg e para, ne shfryhemi, ndjehemi më të lehtë, them okay. Javë dytë të japin një vrull akoma më të shpejtë. Po, te javë dytë, ky vrulli s'jan ka aq e kollajt pastaj se na humbasin edhe energjitë edhe trupin e fusim në tim. Absolutisht, sepse ne nuk kemi trurit i kalojnë në fillim sheqernat që ai të jeti përshëndruar. Tani ti rezerva nuk e, për të dhënë nuk i jep.
Qa je duke bërë gjatë ditës e tani të kërkosh dhe muret me dorë, se po ma në djetë, miku im mos më folë se jam me djetë, s'di ku jam, nuk funksionon. Se me këmë në gjanë, këtë tipi. Je me nerva, je. Po Do me të nuk... Po ti ha një mollë jeshile ç'ke. Jo, e ha mollën një shile, po duam të ham një arkë. Po Kjo është sa të problemi. ndjen, po doktor ti më the mbaj djetë, unë tani një thes me mollën krahas se djetë... A më the mollë? Po, e drejtë Edhe është. kjo, po nuk... Kështu që nuk është të rekomanduesh me një dietë shpejtë. Në qofë se ne jemi në një peshë ku duam të luajmë 1 kg, 2 kg, se duhet të ndjemi pak më të shfryrë, këtë efekt kjo na jep. Ama në një peshë ku ne duam të luajmë 10 kg, 15 kg, po edhe më tutje, ndrysho stilin e jetesë, mekanizmin e të ngrënit, sepse nuk është zgjidhje fare, nuk të çon asgjë kundi, do t'i vish rrotull e do jesh prap në mes, dietolog më dietolog e mjek më mjek, e prap ti do jesh rasti i pas zgjidhur, se në fund të ditës gjithë rrethi e ka punë. Ti e halli. 1 kg, 2 kg. Shpesh ndodh që për 1 kg, 2 kg luftojnë shumë. Përgjithsisht kjo është e gocat. Pa dashur të jem mizogjen, po ndodh kjo më shumë, se do të rri fustani etj etj. Më mirë një dietë ekstreme apo një shpim Ozempic Mounjaro? Një shpim. Dhe shokët e tyre. Dhe shoqe që Po ka me janë. një shpim nuk i heq dot 1-2 kg, kam përshtypjen. Si është ideja e Ozempicut? Jo, unë dua të di kush këtë zgjidhin, se kjo është temë tjetër pastaj për sa i përket se si funksionon, është folur e sër folur. Thjesht unë dua të di se ka shumë njerëz të cilët e bëjnë këtë gjën për 2-3 kg, gocat dhe çuna xhanëm, bëjnë Ozempic, ku di unë, gjitha ato gjërat e tjera. Ka dhe dieta 5 ditore që është një deficit kalorik. Edhe kjo. E studiuar, personalisht e kam bërë dhe po i kam humbur edhe 4 kg. Pra, Kam bërë dhe detox që ndoshta nga ty nuk është e këshillueshme dhe po i kam humbur 2-3 kg. tani, më vë në peshore këto të dyja. Absolutisht që do shtrëngoja kalorit. Përpara në qoftë se diskutimi është për 2-3 kg. Po, ne jemi duke folur pra për këto 2-3 kg, 4 kg maksimumi. Në mënyrë absolute nuk do futesha në mjekim për 2-3 kg, 4 kg. Nuk është as Ozempic as Mounjaro një rrugtim për një shpim. Ajo që është kuptuar gabim është që Ozempicu dhe Mounjaro janë mjekime për kronikët. Për kronikët, për patologji kronike. Dhe nëse ti ke një mbi peshë që ke 10 vite, ajo mbi pesha të është kronicizuar. Normalisht ti mund edhe të vazhdosh një mjekim të tillë, por nuk mund ta vazhdosh për 1 muaj, për 2 muaj. Mund edhe ta vazhdosh për 1 muaj, për 2 muaj, se ashtu është bërë trendi dhe është bërë moda. Aman, protokollin ai e ka 1 vit, 1 vit e gjysmë, ku trupi jo të jetë stabilizuar, të jetë ekuilibruar, të ketë arritur dhe stilin e jetesës që i duhet, dhe pastaj, unë do thoja faleminderit për mirëkuptimin, miku ik, se jemi diku me këtë që kemi arritur. Pra, për kaq pak kile ti do rekomandoje jo shpimin, po një deficit kalorik, pra një dietë, nuk po them ekstreme, po një dietë. 2-3 kilshin e arrim thash edhe me humbjen e ujit edhe të këtij sheqerit që kemi nëpër muskuj, kështu që nuk do shqetësohesha fare nëse një person dëshiron të uli 2-3 kg. E kuptoj. Një ditë të bëj agjërim, dijuno, domethënë të mos haj fare dhe të antioksidoj trupin e tij, dhe një gjë shumë e mirë për të antioksiduar është që të marrim ujë që ka pak hidrogjen të shtuar. Hidrogjeni është një gaz që ka aftësi të futet në ADN-n e qelizës dhe ta stimuloj atë të prodhoj enzima antioksiduese. Ta marrim këto ujin e ka pa emra, ka, mund të gjendet. Besoj që po mund të gjendet. Okej, mirë.